Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV. Dua në këtë minutazh të ndaloj tek një dyshe që në fakt po më shijojnë me dashurinë e tyre, po më shijojnë me pozitivitetin e tyre, po më shijojnë me adrenalinën që din të dhurojnë vetëm ato. Do të flas për Selinën dhe për Gimbon. Ditën e djeshme kemi folur për ato komentet që në fakt janë komente të tmerrshme, janë komente irrituese, komente që realisht të bëjnë të ndjesh keq në raportin e Selinës dhe vjerës së saj. Unë arrita t'ju shpjegoj dhe t'ju tregoj raportin që është fantastik. Selina njerë pikë së pari ka treguar vlerat në Big Brother dhe unë them që Big Brother është vetëm ditën e parë një lojë. Pastaj rikthehet në realitet sepse ti mësohesh të jesh si në shtëpinë tënde, mësohesh të jesh si në realitetin tënd dhe në të vërtet e ke një realitet të vërtet. Kjo është e vërteta. Ky është Big Brotheri. Dhe pikërisht Selin Bollati po shijon momente të bukura me dashurinë e jetës së saj. Ndryshe nga personazhet e tjerë publik që mundohen që ta marrin vëmendjen duke bërë skandale të ndryshme, duke shkruar tituj të ndryshëm, duke bërë lëvizje të çmendura, Selin Bollati është pak më e tërhequr në këtë pjesën, ajo që pas përfundimit të Big Brotherit ka vendosur që të jetë me këmbë në tokë dhe gjërat i merr me avashlik, domethënë gjërat i merr me këmbë në tokë. Selin ka postuar një fotografi me Gimbon ku në fakt po i shijojnë këto ditët e fundit më të nxehta të verës, sepse jemi drejt fundit të muajit gusht dhe tani pushimet pothuajse janë më drejt mbylljes, edhe pak shtatorin dhe përfundojnë. Dhe çifti siç duket po merr energjinë e plot të verës për ta harxuar gjatë gjithë dimrit energjinë sepse do të kenë shumë projekte. Por përpos famës, projekteve dhe suksesit, Selina dhe Gimbo janë shumë të lumtur, janë shumë pozitiv dhe din ta shijojnë marrëdhënien, din ta shijojnë momentin dhe din ta shijojnë dashurinë që ato të dy e ndërtuan dhe po e jetojnë, po e sfidojnë. Unë uroj me zemër që gjithmonë gjërat ju shkojnë në këtë formë, uroj me zemër që gjithmonë gjërat të jenë në këtë nivel. Nga çifti kemi vetëm dashuri, raporti familjar i tyre është raport fantastik. Domethënë e shijojnë pafund dashurinë, e shijojnë pafund emocionin, e shijojnë pafund ndjesinë dhe din t'i japin një adrenalinë të paparë njëri tjetrit, domethënë din ta bëjnë për vete njëri tjetrin dhe kjo e bën dashurinë më të bukur. Domethënë në të gjitha dimensionet Selin ka një raport të mrekullueshëm, por edhe Gimbo ka një dashuri të bukur me nënën e tij.